Dashurit e me, Islami ynë na jep një këshill shumë madhore. Thot, mos u shoqëroni me 4 persona. Than, kush janë ato 4 persona? Mos u shoqëro me njerëzit cilët e mohojnë dhe nuk janë përfillës të namazit. Ata, kur i kanë shkput lidhjet me Zotin, kanë mi shkput lidhjet edhe me ty shumë shpejt. Ata, kur nuk turpnohen prej Zotit, shumë ma lehtë e kanë prej teje. Ata, kur nuk ja kanë frikë respektin Zotit, shumë ma lehtë kanë më të anashkalu dhe kanë me ndërprej lidhjet një ditë edhe me ty. Mundohu sa ma shumë, kur flet këtu për lidhjen me Zotin, e ka fjallën që sa ma shumë me u shoqëru me njerëz që janë të përkushtuar për vete, për familje, njerëz që kanë njerëzillak dhe njerëz që janë punëtor dhe familjar. E dyta, thot, mos u shoqëro me mos respektuesin e prindërve, sepse njeriu që familjen e vet nuk e ka gjetë, s'ka mundësi më të gjetë edhe ty. Njeriu që nga prindërit e vet ka kriju distancë, shumë frek në moment që t'ju ndalet interesi prej teje, ka me kriju distancën edhe me tyje. Shumë shpejt. E treta, thot, mos u shoqëroni me njerëz gënjeshtar. Njeriu që gënjen gjithë njerëzit, edhe ty një ditë ka më të gënjy. Njeriu i cili ka të tradhtu njerëzit, edhe ty shumë frek ka më të tradhtuen. Njeriu i cili është gënjeshtar, shumë shpejt edhe ti ki me qenë viktim prej gënjeshtrës së tina. Sepse është një sëmundje që buron nga zemra dhe që ju ka bërë një pjesë të njerëzve identitet. Pjesë përbërse e shpirtit të tyre, pjesë përbërse e mendjes të tyre, pjesë përbërse e karakterit të tyve. Shumë shpejt edhe ty, ky gënjeshtari, ka më të gënjy. Dhe e katërta, mos u shoqëro me njeriun i cili është ziliqar. Si ki me njoft atë ziliqarin? Në moment suksesit tënd, në moment të arritjes tënde, në moment që ti të avancohësh një hap, të posedosh më të mirën se ai ka me fillu më të përbaltu, ka me fillu me fol mbrapa shpinës tënde, ka me fillu në mungesën tënde me folën tek njerëzit për ty, për fjalët e tua, për veprimet e tua, kështu që në moment që ta ndëgjosh se ka fillu vetëm kjo tek njerëzit duke u përhapën, për këtë arsye ik sa ma larg atyve njerëzve që janë ziliqar. Për këtë thot profeti Muhammed a.s. El mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fejnë e shokut të vetë. Çfarë shokut marrësh, qashtu e ki edhe fejën ti. Fel yudrik ahadukum men yukhalil. Dhe çdo njani prej juve leta ketë në konsiderat se kënd po e merë për shok dhe me kënd po shoqërohet. Kjo është çështje shumë madhore, sado që mundet të jetë delikate, sidomos për kohën e sotit që po jetojmë dhe po veprojmë. Të dashurit e me, kjo ishte një këshill hyrëse që na hyn punë çdo njerit. Për të vazhdu, është më mirë për ty dhe për mu të kalosh kohën tënde duke ecur dhe duke pas mundësi të futësh veten në xhenet.
gjëja më e mirë për ty dhe për mua është me kalu ditët, javët, muajt, orët, minutat, me biseda, me njerëz dhe me punë që mu dhe ty na qojnë dhe na orientojnë ka xheneti e Zotit, se sa të ndjekësh duke vërtetu se të tjerët do të hyjnë në zjarr. Dikush është i pasionum, ky njeri do të shkon në xhehenem, punë të këtij njeriu të çojnë në xhehenem, çfarë veprime ato boko me shku në xhenet, çfarë në xhehenem, çfarë fjalë, jo dashurit e mi. Më e mira për neve është na ta rregullojmë dhe ta shiqojmë vetveten tonë se me çka po shkojmë inshallah në xhenet, se sa të flasmi për të tjerët që kanë me shku për xhehenem. Jo, na lutmi shpirti besimtarit është që të gjithë Zoti Dhul Xhelal i ka kriju njerëzit për me hyrë në xhenet, përveç ata që nuk dojnë. Ata që nuk dojnë s'kemi çka mi u bë, e jo na është do thot me ja parafru udhëzimin, me ja paraqit dëshmin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, me i njoftu me Zotin krijues i gjithësisë, me i njoftu me Islamin, dojnë me marrë mirë, nuk dojnë. Zoti veç ka thonë për mes Muhammed Mustafos, krejt njerëzit kanë me hinë në xhenet, veç ata që nuk dojnë. Ata që nuk dojnë, ata e kanë do thotë rrugën e vetë. Kjo fjalë është edhe i përngjan shumë asaj që thuhet nga ulemat e Islamit, një pjesë njerëzve e kafshon gjarpni, dhe gjarpni i alshon helmin. Kënë vend me o marë me mjeku vetën, me një herë, me shku të mjeku, shkën të njek gjarpnin për me mytën. O, le gjarpni, e kryti atë punën e vetë. Ti mirë me vetën, mjeku e vetën, se sa më marë do thot me ata tjerët. Sot jemi në këtë gjendje, një fjallë lëshan një njeri kundër nesh, tash kyte njeke të marë me ata, o burë mirë mjeku e vetën, leja ata. Mjeku e do thot vetën, e mos o mirë do thot me ata, sepse nuk ja vlen. Të dashurit e mi, flisni njerëzve si pas asaj që kuptojnë, thojnë ulemaja. Fali njerëzve ata që kuptojnë, mund është mo marrë vesh. Shiqohe strukturën e njerëzve të cilën e ki për para, me atë gjuhë falë. Shiqo me qka mirën ata njerëz, për ato veprime falë. Shiqo cila është e kalumi atyve dhe qka kanë vizion për të ardhmen, aty fokusohu që me javë regullu të ardhmen atyve personave. Aty do të thot fokusohu, kjo është më madhore dhe më e duhura që neve na u duhet sot. Se sa të mirëmi me gjëra do thot tjera që nuk na bëjnë me mfat dhe nuk na u nevojitë neve. Pra, flis një njerëzve si pas asaj që kuptojnë. Transmetohet se ka thënë Hazreti Aliu, Allahu e mëshiroft, flis një njerëzve si pas asaj që ata njohin. Çka njohin ata? Për ato gjëra fol një njerëzve. Mos ju fol njerëzve për ato gjëra që nuk njohin. Për shembull e kemi një pjesë të njerëzve sot, pa i kur s'kan dëgju për anijen kozmike o burr. Qapi fol ati për anije kozmike. Foli për kerr, foli për traktor, foli për diçka që atu punuaj me ta, është duke u marraj me ta. Mos fol për gjëra abstrakte që aja si ka pas, mundët s'ko kapacitet do thot për mi i kuptuan ato gjëra. A dëshirani të përgënjeshtruhet Allahu dhe i dërguar i ti, apo doni që Zoti me u gënjy dhe Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam? Si, thot i thu diçka që aja dhe ajo nuk kanë njohuri dhe nuk kanë kapacitet për me kuptu, ata e thujnë, nuk është e vërtet kjo. Subhanallah e përgënjeshtrojnë Zotin, ati i qofsh mi fal dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në librin e Muslimit
transmetohet e njëjta nga Ibn Mesudi që ka thënë, sa herë që u flet njerëzve me diçka që mendjet e tyre nuk arrin ta kuptojnë, ajo do të jetë sprova më e madhe për ata. Sprova më e madhe për ata njerëz ka me u kanën kur folsi ju afron njohuri që ata nuk kanë kapacitet për me e kuptuan. Së kur këto baterit me i mush, janë do 9 voltve, po janë do 20 voltve apo ca. Me bo me ishti me i mush aty ku mbushët e 9 voltve, kje e 20ve, ose se pranon, ose eksplodon. Njona pishtu e dyjave ashtë. E për këtë arsye çdo gjëjes, dojmë mja di do thot vendin e vetë. Edhe na hoxhallarët, shumë do të jemi të kujdesshëm për temat cilat i shpalosmi para masës. Shumë me qenë të kujdesshëm me shpalos tema që masa është duke i përjetu, është duke i jetu, është duke i njoftën, e ato me i fuqizu, edhe me u munduan me i avancu. E treta dashurit e mi, ignorantin mund është me mësu, thojnë ulemaja. Ignorantin mund është me mësu. Të ashprin mund është edhe me zbut. I ashpër është. Po mund është edhe me zbut. Por dëftyrshin, apo ata me shumë ftyra, i cili është rritur me paftyrsi, është e vështirë apo pamundshme të mbjellësh tek ai njeri krenarin, fisnikrin, zemërgjërsin që ekzistojnë tek burrat. Burrërin me mbjell të i paftyre është e pamundshme. Krenarin me mbjell të i paftyre është e pamundshme. Fisnikrin, moralin me mbjell të i paftyre është e pamundshme. Bujarin me mbjell të i paftyre është e pamundshme. Për këtë arsye Islami lidhet dhe ka lidhje direkte me njerëz që kanë karakter, që kanë burrëri. Njerëzit që nuk kanë burrëri, është shumë vështirë do thot me u marrë vesh me ta. A keni vret, ka thonë Muhammed Mustafaja, a i cili ka qenë i mirë para Islamit, ka mu qenë i mirë edhe kur të bëhet musliman. A i cili ka qenë i mirë para se me u fetarizu, a i ka mu kanë i mirë edhe ka mu boj mirë edhe kur të fetarizohet. E kundërta është problem. Na kemi shumë burra, me plot kuptimin e fjallës, ende pa u fetarizu. Burra është i besës, është i fjallës, është i moralit, është i punës, ati i mungon vetëm ballin me jaqit Zotit Dhul Gjelal sejde. Të ky njeri shumë lehtë është me i mbjell gjitha ato shka i kërkon Islami. Mirë, po të ai i cili është i paftyrë. Mas vështiri që nuk ka burrni, mas vështiri është me mbjell norma të moralit, të etikës, të fisnikris, të krenaris, të burrnis, mas vështiri është. Sot na jemi me një pikë të këtill që njerëzit që dojnë me i përgadit, apo i para përgadismi për gjëra madhore, pa tjetër duhet me pas ata elemente burrërore. Elementi burrëror që në peshtë madhe. Atyve që ju mungon elementi burrëror, sa dush le të fetarizohen. Sa dush le të fetarizohen, nuk kanë me qenë stabila asnjëherë, sepse elementi burrëror ju mungon, do thot, atyre njerëzve. E katërta dashurit e mi, shembulli i thirrësit, i cili nuk rre dhe nuk këshillon, vetë se të devotshmit dhe të përkushtuarit. Një pjesë e thirrsave ju folin vetëm njerëzve të devotshëm, vetëm njerëzve të përkushtuar. Shumë lehtë është me këta njerëz do thot me bë.
Është sikur shembulli i njeriut i cili nuk ju jep ushqim vetëm se atyve që janë të ngopur. Veç një njeri që është i ngopur, veç atyve shkon me dhon ushqim. O burr, ushqim, mas pari du të me dhon atyve që e kanë barkin bosh. Atyve du të me dhon ushqim mas pari. Ose sikur shembulli në doktorit, i cili nuk mjekon vetëm se njerëzit e shëndetshëm. Gabimi madh është. Po na dojmë me javë përcjell shëndetin atyve. Ama mos me pranu me kontrolu asnjë smut. E vetëm të çnoshet me i kontrolu, kjo nuk është do thot në rregull. Një pjesë e thirrsave janë fokusu dhe folin vetëm njerëzve të cilët janë të devotshëm. Vetëm njerëzve që janë të lidhur me Zotin. Vetëm atyve. Thirrsi i vërtet ballafaqohet mas pari me njerëz që nuk kanë njohuri për Zotin, nuk kanë njohuri për fen, nuk kanë njohuri për Muhammed Mustafan, nuk kanë njohuri për praktikën e shëndosh islame, janë refuzus, njëjtën kohë, jo vetëm refuzus, mirë po dhe veprimet e tyre i kanë kundër islamit, me ata mas pari duhemi me u marrë dashurit e me. Me ata mas pari duhemi me u marrën, sepse aty që ndron thelbi. Nëse një mit mirë i ki me vete, e nja nuk e ke, shko tek aj, se këta s'kan ku me shku që to i ki, me ty. Mirë po shko te aj, me ndiku inshallah pozitivisht, për me kthye në rrugën e hajrit. Për këtë thirrsi, hoxha në këtë rast, duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Mos t'i ushqen vetëm ata që janë të ngopur, mos t'i mjekon vetëm ata që janë të shëndosh. Mirë po le t'ia përcjell shëndetin atyve, e ma shumë le të fokusohet tek ata dhe tek ato që nuk kanë njohuri rreth dinit Zotit dhe nuk kanë praktik. Të dashurit e mi, këtë shembull që u afrova dietari Muhammed el-Ghazali, Allahu e mëshiroft, do thot e paraqet shumë në formë të detajuar dhe shumë të mirë. Pastaj vazhdon, thot, thjeshtësia është praktika e islamit. Thjeshtësia është praktika e islamit. Nëse dojmë me ditë se çka është praktikisht islami, është thjeshtësi, është modesti, është paraqitje dhe bashkëbisedim dhe ndeje me çdo njeri, është me i afru shërbim dhe respekt çdo njeriut dhe çdo kategori e nivelit të njerëzve, është me u akry shërbimin të gjitha kategorive të njerëzve, me u kthy përgjigjen gjitha kategorive të njerëzve, me i vizitu dhe me u shoqëru me gjitha kategoritë e njerëzve, jo do thot me u veçuan vetëm me një pjesë të masës. Kjo është, nëse dojmë me ditë çka është islamin praktik, islamin praktik është thjeshtësi, është modesti. Të dashurit e mi, thot, mos hesht ndaj të folirit të së vërtetës. Kur mos hesht, përveç se duke e fol dhe duke e paraqit vërtetën. Sepse ti kur ti vendos, thot, ato frajt në goj, një dit kanë më ta vendos edhe samarin në shpinë. Ti ja vendos vetës frajt në goj, për mos me fol, për mos me ngrit zë. Shumë frek edhe samarin kanë më ta vendosën në shpinë. Për këtë arsye, për mos me leju që është samarin më ta vendosë në shpinë, do të me fol, bot rrjedhshëm, argumentueshëm. Mirë po vazhdimisht për mos me ndalen, kur për mos me ndalen. Dhe nga këshillat e tjera që na këshillon në këtë temë, thot duaja, lutja nuk shkon kot asnjëherë.
Para 20 vjetëve ke bo një do, para 10 vjetëve. Dje, nesër do t'a bëjsh. Valla, billat Allah. Kur duaja nuk shkon për skoti. Kur nuk shkon pashtë duaja. Por Allahu e ka një urtësi për kohën e përgjigjes. Urtësia e Zotit është për kohën kur na u përgjigjet neve. Shumë nga duat që ja kemi bo Zotit, e që nuk na u ka përgjigj, me kalimin e kohës, ndoshta i kemi kuptu, apo do të vjen koha, kur kemi me thanën, ku subhanallah sa e kam kërku qatë gjë, pa ja ko ka kone damshme mërshqyqër që s'ma ka dhonë Zoti. Po nëse nuk mujna me kuptu në këtë botë, do ta kuptojnë botën tjetër. Shumë na kemi pitrive lutët e jep sadak për me u ba me u feju me qatë vajzë. Ndoshta kanë kalu vite, 10 vite. Së u ba dikun tjetër. Kur është duke i po tash ky djali apo aja vajza, veprimet e asaj apo tina, që ati ba, o Zot shëqër që s'ma ke pranu doon për më bon e bashkë me ta. E urtësia Zotit ati që ofsh mi fal, a shumë madhështore. Kur duaja nuk shkon hoq. Mirë po aja ka më na u përgjigj, ama kur dënë Zoti, jo do thot kur dojmë ne. Kur e ka ba emën Zoti, jo na kur ja caktojmë Zotit, do thot për me na u përgjigjen. Andaj kur njerë mos thuj se luta Zotin e nuk mu përgjigj. Kështu që duhet të mendoj mirë për dua. Kur të lutmi, duhemi me testu lutjen, duhemi me shkru, duhemi me rregullu, duhemi me dhonë struktur të mirë, duhemi me pas bindje të fortë, duhemi me pas vizion për çka po ju lutesh Zotit, sepse hoq nuk shkon kur te Zoti. Për ta është njëna prej këshillave të Muhammed Mustafas, mos ju lutni Zotit për mbrapsht. Mos ju lutni, edhe ka urdhnu mani, sepse subhanallah, me bo më ta pranua doën e mbrapsht, kemi ja po do thot sherrin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ju bë embargoja në Mekë dhe nuk ju hoq për shumë vite, vetë se pas 3 vitësh, ndërkohë që aja është krijesa më e mirë. Ju ka lut Zotit natë e ditë ju ka përgjuën. Mirë, po tek mas 3 viteve, Zoti Xhaleshanu wa Xhalaluhu ju ka përgjigj lutjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Banë men kush është pozita e Muhammed Mustafas te Zoti, edhe pas 3 viteve ju ka përgjigjen në ato dua. Të dashurit e mi, thot Mustafa Mahmudi, ti do të gjesh edhe në lindje, edhe në perëndim, nga 2 lloj të njerëzve. Do të gjesh dikën që e refuzon fetar, bile thot. Do të gjesh fetar që e refuzon diturin, duke thonë, mu mjafton veç që kje nga Kurani, edhe s'lexoj kur gjë tjetër. Dhe do të gjesh dikën që e refuzon fejen totalisht dhe adhurimin, duke u mjaftu me dijen dhe materien që ai e posedon. Të dyat janë shkak i shkaqeve të fatkeqësive civilizuese në rajon, po edhe në botë. Dhe që të dyat nuk kanë kuptu 2 kategoritë e njerëzve, kuptimin e vërtet të fesë dhe kuptimin e vërtet të diturisë. Mustafa Mahmudi në librin e tij Udhëtimi im nga dyshimi në besim, që ja vë rekomandoj me lexu se është një libër shumë përbajtësor dhe shumë i mirë, nga dyshimi në besim, ky e shfaq do të thotë këtë, që na sot jemi të ballafaqu me këto 2 kategori të njerëzve. E para, fetar i mirëfillt thotë unë veç me Kur'an kam punë. As nuk lexon gjeografi, as histori, as biologji, as kimi, as fizik, as matematik, as një shkencë eksakte,
As gjo, thëtë mu mjafton Kurani. Kur i do thëtë puna. Si kur gjejmë edhe këtë kategorin tjetër, thëtë, unë e veç lexoj shkencë. Nuk kum vyn besimi, nuk kum vyn adhurimi, feja nuk ka do thot pun këtu. Të dyjat janë ekstreme, t'gabushme, që nuk duhen me u përfill. Fetari i mirëfillt në Zotin atij qofsh mi fal, duhet jetë i lexueshëm, duhet të lexoj shkenca të ndryshme, duhet ketë një diapazon të gjerë të diturisë, se vetëm kur ka diapazon gjerë të diturisë, a i ka me kuptu fejen edhe ma mirë, ka me praktiku fejen edhe ma mirë, dhe ka me ashtu vetë vetës krenarin edhe ma të madhe ka me ashtuën. Një fetar që thot unë e mjaftuën a vesh me Kur'an, edhe nuk del mu ballafaqu dhe me umat, me askënd. Kjo është fetar dervish, që Zoti hiç nuk i ka për qef. Kjo është një gullashit që aty qeti me hang me pi, kur gjo do thot ma shumë. Fetari mirëfillt është që krahas mësimeve të fejes, është si kur ka thona i Gjermani, mësë në profesionin tënd gjithë shka. Po prej çdo profesioni tjetër nga pak. Prej çdo profesioni tjetër nga pak. Sikur që edhe ky ekstremi tjetër është gabim, cili ekstrem? Njeri i cili është i lexueshëm, lexon, është njeri i shkencës, i diturisë, mirë po fejen, thot mos ma përzini, këtu s'ka pun feja kur gjo hiç. Sikur i kemi këtë ekstremin e dytë, një pjesë e fetarve, elhamdulillah që janë pak, elhamdulillah që janë pak, edhe inshallah ky paki nuk shtohet. Thuni amen, që thojnë, a di shka, une me fej, atë dhejën hiq ma piktuit, së më vynë mu e kur gjo ishtu. Gabim, që kur janë do atë dhejtarë me musteje që ka pak, thojnë elementi fej, s'du mu përzi, kur gjo ishtu, s'du mu përzi, këtu në atë dhejë. O, këta janë si kur mishi edhe thuni, o doshurit e me. Si kur peshku, a mundët me jetu pa uj? Ose e vetë që në hoxën, tha, hoxë veni, tha, pse peshku nuk full? Tha, po më të ashti kryet nuk ujë, të së mënësh me fullën. Kështu janë edhe një pjesë dhe thët njerëzve. Për këtë arsye, këta janë të mishëruara, dhe nuk të gudzojmë, do thët me indo, dhe me e përmbyll mesazhin e sotit, të jeni plotësisht të bindur se as një vujtje nuk është e përgjithmonshme. As një vujtje nuk është e përgjithmonshme. Përderisa në botë është një Zot, atij qofsh mi fal. Dhimbja s'ka me të vazhdu tër jetën. Mërzia nuk ka me të vazhdu tër jetën. Mangësia nuk ka me të vazhdu tër jetën. Absolutisht. Dhimbja kur nuk ka me të shoqëru tër jetën. Kanë me arë momentet gëzimit, kanë me arë momentet krenarijës, kanë me arë momentet zgjimit, kanë me arë momentet mburjes, kanë me arë momentet bollëkut, ka me arë momenti kur ka më ta plotësu Zoti boshllëkun. Ka me arë dhe i moment, edhe shumë frek është, Zoti ka dhonë garancë, ka dhonë, kur nuk është vujtja e përjetshme. Andaj dura, bën sabër, menaxho dhe beso thellësisht në Zotin për ditë të mira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.